Pyetja e dytë hoq, pse pikërisht Kosova është përzgjedhur nga lëvizjet anti-islame në emër të kombëtarisë, ku ka subhanallahu në herë po mendoj hoq tek ne mbi 90% jemi shqiptar, edhe mbi 90% jemi musliman. E kemi një lloj uniteti kom fe, po themi. Edhe shumë më vështirë është neve, për shembull, sërbët fqinjet tanë me na godit. Përveç se nëpërmjet fesë. E pse jenë lënë anash Greqia? Po kemi në Greqi, na kemi pas në Greqi çamët. Pastaj në Maqedoni. A ka ortodoks shqiptar që janë asimilu? Në Shqipëri, në Maltëzi, në Sanxhak, pse këto lëvizje nuk janë aktive atje? Pse pikërisht Kosova është targetu? Këtu po lindin disa dyshime. Nuk kam çka më shtu, më shumë sa ajo që pa të dhënë këtë deklarat profesor Krasniqi, që Serbisi ka metë vetëm kjo kartë. Me fut për qamin mes shqiptarëve, i ka metë vetëm kjo në aspektin fetar. Nuk i ka metë asë gjë tjetër. Nuk dim ne që është vepruar kundër shqiptarisë diçka në për xhamiat e Kosovës. Po. Përkundrazi, xhamia ka qenë një institucion që ka dëshmuar veten, falë një bashkësi islame që kemi pas, e cila gjithmonë ka qenë në shërbim të interesit kombëtar. Përveç asaj që ka qenë si institucion fetar. Që ka rreziku vetën e ka rreziku. Medresantat i ka eduku që me punu për vatan. Xhamiat janë shëndru në shkolla, gjatë viteve 90-ta. Medreseja janë marrë në ledhe të rëndësishme për çështjen kombëtare, vitet 90-ta. Po nuk dim ne një kishë që është marrë në besimi. Jo. As nuk dim një kishë që është mbajt një takim për rezistencën. Nuk dim një kishë ku jenë mbajt armet e UÇK-s. Në Drenici kemi, subhanallahu nër. Në Drenici, po kemi në xhaminë e Sukës në Cermjan. Subhanallah. Nga aty jenë vëzhgu serbët tek Suka në Ticë që jenë konë më poshtë. Më thonë ki në xhaminë e Jonikut, ne kur kemi shku për me marrë armë në Tropoj, kemi pushu në xhaminë e Jonikut. Më thonë ditën dhe sa u bo mbrëmja për me kalu kufinin natën. Në xhaminë e Jonikit kemi pushu. Xhamia në Tropoj ka qenë plot ushtarë e mushën që kanë pushu aty. Kështu që Bashkia Islame e ka dhënë edhe atë provën hoxhallarët shumë që kanë luftu, që kanë ra për këtë vend. Më thonë, historikisht xhamia, nëse fillojmë nga ajo frima kur ka fillu si lëvizje kombëtare, lidha shqiptarë për zërin ku majt në xhami. Kështu që ne jemi shumë relaks në atë kuptimin përballë atyre që mundohen me na paraqitë se kishë ne punojmë për interesat e Serbisë. Edhe një dyshim se fjala po e nxjerr fjalën hoq, që thonë që këta nuk kanë luftu për vend, këta kanë luftu për fe. Këta kanë një ideologji që do të shpërblenë për atë ideologji, po s'ka të bëjnë fare për çështjen e dhiut. A na e dim që prej fesë kemi na me mbrojt pasurinë e këtij vendi. E pasuria e këtij vendi kush është për ne? Kosova është. Nuk këtë dyshim po e fusin, e shumica plot hoxhallari kësaj. Ne kur themi çdo gjë bërt për Allahun, atëherë ata pse po luftojnë për pagëzimin? Bash. Paraqiten ateista, atëherë na met kjo fronti me ateizmin. Sa ateistët e kanë s'ka zot dhe për shtetin e për vatanin ata mundohen me qitë se një besimtar i çdo besimit qoftë, asgjë nuk qet përmi Zotin. Kur gjë nuk qet përmi Zotin. Këndoj me qitë në përmi Zotin. Babën jo, nonën jo, familjen jo, vatanin jo, Zotin gjithaj ka kriju, Zotin neve ne ka dhonë. Po ti nësi e besimtari drejt në Zotin, ti du të me dash familjen, du të me dash vendin për je. Ajtë në zi. Jo me dash pa drejten, jo me dash tradhtin. Së mund është më konë muslimani mirë ti me tradhtu vendin tonë. Pasunin tonë. Ti atëherë merë titullin tradhtar.